Divorci është një nga përvojat më të vështira që një familje mund të kalojë, dhe padyshim fëmijët janë ata që preken drejt për drejt dhe më shumë prej tij. Por çfarë mund të bëni për ta lehtësuar ndikimin e divorcit tek të vegjëlit tuaj? Qëndroni me ne për disa këshilla në lidhje me këtë. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Ju përshëndes të gjithave dhe ju falenderoj që na ndiqni në këtë program të ideuar për t'ju ndihmuar dhe për t'ju inkurajuar ju, ndërsa përballeni me probleme të ndryshme të jetës së përditshme. Sot do të flasim për një temë që është shumë e rëndësishme të trajtohet. Në fakt, Dena, kjo është një temë që është shumë pranë zemrës time, duke qenë se jam përballur vetë me të. Do të flasim për ndikimin që ka divorci tek fëmijët dhe çfarë duhet të bëjnë të dy prindrit për t'i ndihmuar ata ta kapërcejnë sa më lehtë këtë moment të vështirë në jetën e tyre. Po, Arta, është vërtet temë e rëndësishme, sidomos kur shohim nga statistikat se është rritur shkalla e divorcit në këto vitet e fundit. Për prindrit, divorci është thyerje, zhgënjim, fundi një kapitulli. Për fëmijët, është një ndryshim i madh emocional, i dukshëm ose i heshtur, në varësi të moshës, karakterit edhe mënyrës se si prindrit e menaxhojnë situatën. Megjithatë, e vërteta është se fëmijët nuk thyhen nga divorci vet. Fëmijët thyhen nga mënyra se si divorci përjetohet, komunikohet dhe menaxhohet. Le të shohim në fillim ndikimet kryesore të divorcit dhe pastaj të drejtojmë të gjithë ata që janë duke përjetuar atë drejt shpresës. E para është ndjenja e pasigurisë, duke qenë se bota e fëmijës ndryshon papritur. Fëmijët kanë nevojë për strukturë, rutinë dhe stabilitet emocional. Kur prindrit ndahen, fëmia ndjen sikur bota po ndryshon papritur. Shtëpia nuk është më e njëjtë, ritmi i jetës përmbyset. Dhe kjo nuk vjen thjesht nga mungesa e njërit prind, më tepër ka të bëjë me ndjesinë. A është më jeta e sigurt për mua? Kjo gjë krijon ankth, sidomos tek fëmijët e vegjël edhe konfuzion tek adoleshentët. E dyta, shumë shpesh fëmijët mund të fajsojnë veten. Edhe kur divorci nuk ka lidhje me ta, shumë fëmijë mendojnë, a bëra unë diçka? Po të sillesha më mirë, do të ishim bashk? Mos jam unë arsyeja që prindrit nuk flasin? Këto mendime janë të heshtura dhe shpesh nuk shprehen, por ato krijojnë barre emocionale të madhe, që shpesh ndihet si faj, turp ose trishtim i padukshëm. E treta, konfliktet mes prindërve i dëmtojnë fëmijët më shumë se divorci vet. Studimet tregojnë se konfliktet e vazhdueshme janë më të dëmshme për fëmijën sesa fakti që prindrit ndahen. Disa fëmijë rriten më të shehtë pas divorcit sepse nuk ka më ulërima, nuk ka tension, nuk ka atmosferë të ftohtë. Pra, nëse konflikti vazhdon pas ndarjes, fëmia mbetet në fushë betejë. Nëse prindrit gjejnë paqen, atëherë fëmia fillon të shërohet. E katërta, divorci ka ndikim emocional që fillon nga trishtimi deri tek zemërimi i fshehur. Fëmijët reagojnë në mënyra të ndryshme. Trishtim sepse u mbasin idenë e familjes së bashkuar, zemërim sidomos në mosha 8 deri në 15 vjeç, humbje të besimit, disa mendojnë se marrëdhëniet janë të brishta, bllokim emocional, ata mbajnë gjithçka brenda që të mos ngarkojnë prindin. Asnjë prej këtyre emocioneve nuk është i pakapërcyeshëm, por ato duhen parë me sy të butë dhe me vëmendje. E pesta, divorci ndikon tek nevoja e fëmijës për t'i dashur të dy prindrit lirshëm. Fëmijët kanë nevojë për një nënë që nuk flet keq për baban edhe për një baba që nuk e përdor fëmijën si përcjellës mesazhesh. Ata kanë nevojë për një mjedis ku nuk ndihen të detyruar të zgjedhin mes prindërve. Sa herë që një prind godet verbalisht prindin tjetër, fëmia e ndjen si goditje ndaj vetes, sepse është gjysma e tij në thonjza dhe gjysma e këtij. E gjashta, divorci ndikon në besimin e fëmijës tek vetja. Nëse divorci shoqërohet me konflikt dhe konfuzion, fëmia mund të humbas sigurinë emocionale, vetbesimin, aftësinë për të besuar tek njerëzit dhe ndonjëherë stabilitetin në shkollë ose në rrethin shoqëror. Por kur divorci menaxhohet me qetësi, me komunikim, me dashuri prindërore dhe me bashkëpunim, fëmia rritet i qëndrueshëm. Një pyetje që bëhet shpesh, Arta, është: a dëmton gjithmonë divorci? Psikologët thonë jo, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Divorci menaxhuar mirë nuk e shkatërron fëmijën.
Divorci konfliktual, i hidhur, i gjatë dhe i pamenaxhuar, po. Fëmijët janë shumë më të fortë se sa mendojmë ne. Ata shërohen kur kanë dy prindër të dashur që nuk e përdorin si armë, që komunikojnë në mënyrë të shëndetshme dhe që nuk i mbajnë në mes të konfliktit. Mbi të gjitha, fëmijët ndihen të sigurt kur shohin dy të rritur të qetë. Shumë e vërtet, Dena, dhe nga përvoja ime, unë mund të them se kjo është 100% e sigurt. Por le të shohim tani se çfarë ndihmon fëmijët ta kapërcejnë më lehtë procesin e divorcit. Ekzistojnë disa faktorë që e ndihmojnë fëmijën që ta përballojë këtë proces shumë më lehtë dhe me më pak plagë emocionale. Fëmijët duhet të ndjejnë se nuk po humbasin dashurinë e prindërve dhe gjithçka nis këtu. Edhe fëmijët që nuk din ta thonë me fjalë e përjetojnë divorcin si një frikë. A do të më doj mami njësoj? A do të më doj babi njësoj? Prindrit duhet t'ua thonë qartë dhe shpesh, ti nuk e asnjë faj, ne të dy të duam shumë dhe do të mbetemi gjithmonë prindrit e tu. Kjo e pakson ankthin, fajin dhe frikën e brendshme. E dyta, stabiliteti i rutinave. Fëmijët i përballojnë më lehtë ndryshimet kur jeta e tyre nuk përmbyset plotësisht. Rutinat si ora e gjumit, ushqimet, shkolla, aktivitetet, koha e lojës krijojnë një ndjenjë normale në mes të një periudhe të trazuar. Sa më pak ndryshime të mëdha të ndodhin një herësh, aq më shumë e ruan ekuilibrin fëmia. E treta, fëmijët e përballojnë më lehtë divorcin kur nuk ka konflikt të hapur mes prindërve. Kjo është një nga pikat më të rëndësishme. Siç e tham, studimet tregojnë se jo divorci, por konflikti i vazhdueshëm mes prindërve është arsyeja kryesore pse fëmijët lëndohen. Nëse prindrit nuk bërtasin, nuk shajnë, nuk flasin keq për njëri tjetrin përpara fëmijës, nuk e përdorin atë si korrier, atëherë fëmia ndihet shumë i sigurt. E katërta, fëmijët e përballojnë më lehtë divorcin kur kanë hapësirë të flasin për ndjenjat e tyre. Shumë fëmijë i mbajnë ndjenjat brenda sepse u duket sikur po e ngarkojnë prindin. Prindi duhet i krijojë hapësirë dhe t'i tregojë se nuk ka problem të flasë. Pyetje të mira janë: si ndihesh për këtë situatë? A ke ndonjë pyetje? Çfarë të shqetëson më shumë? Fëmia nuk ka nevojë për përgjigje të përsosura, por ka nevojë të dëgjohet. E pesta, fëmijët e përballojnë më lehtë divorcin kur ka konsistencë në prindërim nga të dyja anët. Edhe kur janë të ndarë, prindrit duhet të ruajnë të njëjtat rregulla të përgjithshme, të njëjtin stil disipline dhe të kenë të njëjtat pritshmëri. Fëmijët kanë nevojë për drejtim të qëndrueshëm, jo për dy realitete kontradiktore. E gjashta, fëmijët e përballojnë më lehtë divorcin kur nuk vendosen në qendër të konfliktit apo vendimeve. Fëmijët nuk duhet të zgjedhin prindin, të dëgjojnë detaje të papërshtatshme, të jenë psikologu i prindit apo të ndihen përgjegjës për lumturinë e mamit apo të babit. Fëmijët nuk janë partner emocional, ata janë fëmijë. Kur ngarkohen me barra të rriturish, e përjetojnë divorcin shumë më rënd. E shtata, fëmijët e përballojnë më lehtë divorcin kur shohin prindër emocionalisht të qëndrueshëm. Fëmijët lexojnë çdo gjë. Nëse prindi shpërthen, rrëzohet emocionalisht ose nuk përmbahet, fëmia ndihet përgjegjës për ta shpëtuar. Prindi nuk duhet ta fshehë dhimbjen, por as ta përfshi fëmijën në të. Qëndrueshmëria e prindit krijon paqe. E shtata, fëmia e përballon më lehtë divorcin kur kalon kohë cilësore me secilin prind. Sa më të rregullta të jenë takimet, aq më e lehtë është për fëmijën të mos ndjejë humbje. Ata nuk kanë nevojë për dhurata apo aktivitete madhështore, kanë nevojë për lojë, vëmendje, bisedë dhe siguri që marrëdhënia nuk humbet. E teta, fëmijët e përballojnë më lehtë divorcin kur kanë një perspektivë të qartë se divorci nuk është faji i tyre. Në çdo moshë, fëmijët e interpretojnë divorcin si faj të tyre. Prindi duhet ta përsërisë: ti nuk ke asnjë faj për ndarjen tonë. Ky është shërim dhe heq barrën më të rëndë për fëmijën. E nënta, fëmijët e përballojnë më lehtë divorcin kur kanë praninë e një të rriturit të balancuar. Gjyshe, daj, mësues, pastor, fëmijët kanë nevojë për një figurë të qëndrueshme që nuk ndryshon me situatën. Dikush që është aty pa dramë, pa konflikt, pa ngarkesë emocionale. Një i rritur i shëndetshëm ofron model, ngrohtësi, qetësi dhe perspektivë. E dhjeta, fëmijët e përballojnë më lehtë divorcin kur i nënshtrohen terapistë për fëmijë, sigurisht në rastet kur është e nevojshme. Një psikolog i mirë për fëmijë mund ta ndihmojë fëmijën të identifikojë me fjalë emocionet e tij, të shprehë zemërimin pa frikë, ta përpunojë ndarjen në mënyrë të shëndetshme
dhe të shmang fajësimin. Terapia nuk është dështim, por mbështetje. Jemi sërish në studio, mikesha të dashura, po ndiqni programin Shpresë për ty. Po flasim sot për ndikimin e divorcit tek fëmijët. Në pjesën e parë të programit, nda me ju në mënyrë specifike se si ndikon ai tek fëmijët, edhe disa këshilla që fëmijët ta përballojnë më lehtë këtë situatë vështirë për ta. Tani do t'ju ofrojmë një këndvështrim biblik në lidhje me këtë plagë që prek shumë familje sot. Edhe pse askush nuk hyn në martesë me mendimin për t'u ndarë, jeta sjell situata të dhimbshme dhe vendime të vështira. Dhe në hijen e konflikteve, ndryshimeve dhe pasigurive, fëmijët mbartin një barë emocionale që nuk din gjithmonë si ta përballojnë. Bibla nuk e mohon këtë dhimbje. Ajo e njeh brishtësinë e zemrës njerëzore dhe na ndihmon të shohim se si mund të shërohen fëmijët dhe se si mund të vazhdojnë të rriten në mënyrë të shëndetshme, edhe kur familja nuk është e bashkuar. Dhimbja e fëmijëve është e vërtet edhe meriton vëmendje. Ndarja e prindërve krijon tek fëmijët një themel të lëkundshëm emocional dhe Perëndia, aty ynë qiellor, i njeh këto ndjenja dhe nuk ja shkalon ato. Psalmi 34 vargu 18 thot: Zoti shndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar. Kjo nuk është thjesht një poezi e bukur, është një premtim se ndjenjat e fëmijëve nuk duhen nënvlerësuar. Dhimbja e tyre është reale dhe duhet dëgjuar. Edhe dy shtëpi mund të krijojnë siguri nëse ruhet paqja. Le ta theksojmë edhe një herë, ajo që i lëndon fëmijët nuk është vetë divorci, por konflikti i vazhdueshëm. Grindjet, akuzat, tensioni dhe keq komunikimi krijojnë plagë më të thella se ndarja fizike. Bibla na paralajmëron për këtë tek Jakobi 3:16, ku thuhet: sepse atje ku ka smir dhe grindje, atje ka trazir dhe gjithfar veprash të këqija. Nëse prindrit edhe të ndarë ruajnë qetësinë dhe respektin, fëmia ndihet më i sigurt. Për fëmijën, dy shtëpi të qeta janë më të mira se sa një shtëpi e zhurmshme. E parë nga këndvështrimi biblik, roli i prindit mbetet i shenjtë edhe pas ndarjes. Divorci nuk e fshin identitetin e nënës apo babait. Fëmia ka ende nevojë për drejtim, afërsi, disiplinë të butë dhe dashuri të shndrueshme. Bibla thot: mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. Ky udhëzim nuk anulohet nga divorci. Përkundrazi, jeta e fëmijës ka nevojë edhe më të madhe për stabilitet shpirtëror dhe emocional. Fëmia ka nevojë të shohë se prindi vazhdon të jetë i pranishëm, i kujdesshëm dhe i përgjegjshëm. Nga këndvështrimi biblik, identiteti i fëmijës nuk thyet, sepse ai ka një anë të përhershëm. Një nga frikrat e mëdha të fëmijëve të prindërve të divorcuar është humbja. Humbja e shtëpisë së dikurshme, e rutinës, e sigurisë, por Bibla na jep një të vërtetë thellë. Psalmi 27 vargu 10 thot: edhe sikur babai im dhe nëna ime të më kishin braktisur, Zoti do të më pranonte. Ky varg nuk flet për neglizhencë, por për një mbështetje që mbetet e palëkundur. Një fëmijë rritur në dashurinë e Perëndisë nuk mbetet i thyer, ai gjen stabilitet tek një atë qiellor që nuk ndryshon kurrë. Nga këndvështrimi biblik, falja është dhurata që çliron brezat. Fëmijët janë si pasqyra të ndjeshme. Ajo që prindi fal, fëmia e harron. Ajo që prindi mban brenda, fëmia e thith pa e kuptuar. Bibla i fton të rriturit të mos ushqejnë hidhërim. Hebrejve, kapitulli 12, vargu 15 e thot shumë qartë: duke u kujdesur fort që askush të mos mbetet pa hirin e Perëndisë, dhe se mos mbi ndonjë rrënje hidhur dhe t'ju turbulloj dhe me anë të saj të ndoten shumë njerëz. Falje nuk do të thot pajtimi me njëhershëm, as harres, por do të thot çlirimi i zemrës, që fëmia të mos trashëgojë dhimbjen. Dhe tani ja disa këshilla biblike për prindrit e divorcuar. E para, vendosni paqen mbi gjithçka. Edhe nëse martesa nuk funksionoi, marrëdhënia si prindër vazhdon. Psalmi 34 vargu 14 thot: largo nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje. Mos e bëni konfliktin mënyrë jetese. Paqja midis jush dhe ish partnerit është mbrojtja më e madhe emocionale për fëmijën. Nuk ka asnjë fitore kur fëmia humbet. E dyta, mos i irritoni fëmijët me konflikt ose presion. Bibla është shumë e qartë për këtë. Kolosianëve kapitulli 3 vargu 21 na udhëzon: ju etër, mos provokoni për zemërim mbi tuaj që të mos i lëshoj zemra.
Fëmia thyet jo nga divorci vet, por nga tensioni vazhdueshëm, krahasimet, fajsimet, ngarkesat emocionale. Përpiquni të jeni prind që sjell qetësi, jo që shton stresin. E treta, vazhdoni të jeni prind, jo shok i fëmijës. Divorci shpesh e tundon prindin ta kompensoj fëmijën me dhurata të tepërta, liri të tepruar, mungesë kufish, marrjen e rolit të mikut në thonjza, por Bibla thot, mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek. Fëmia ka nevojë për strukturë, jo për gjëra të tepërta, ka nevojë për drejtim, jo për faj të fshehur, ka nevojë për siguri, jo për një prind që dorëzohet nga ndjenja e fajit. E katërta, mos e shihni divorcin si dështim personal. Shumë prindër ndjehen të turpëruar ose të papërshtatshëm pas divorcit, por Bibla flet për restaurim. Psalmi 147 vargu 3 thot: Ai shëron ata që e kanë zemrën të thyer dhe lidh plagët e tyre. Fëmia ka nevojë ta shohë prindin të fortë frymërisht, jo të shkatërruar. Shërimi i prindit është edhe shërimi i fëmijës. E pesta, lutuni për fëmijët, por edhe për ish bashkëshortin. Kjo është e vështirë, por është biblike. Mateu 5:44 thot: Bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, edhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin. Dhe Jezusi na e thot këtë, jo për t'u afruar emocionalisht, por për të patur një zemër të çliruar, fjalë më të buta, vendime më të urta, paqe në vend të zemërimit. Fëmia është më mirë kur prindrit nuk luftojnë, edhe nëse nuk jetojnë bashkë. E gjashta, mbrojini fëmijët nga përgjegjësitë që nuk u takojnë. Galatasve kapitulli 6 vargu 5 thot: Secili do të mbaj barrën e vet. Fëmia nuk duhet të mbaj barrën e problemeve financiare të prindërve, konflikteve prindërore, vetmisë apo tensionit emocional. Ai duhet të mbetet i lirë të jetë fëmijë. E shtata, lejojeni Perëndin t'ju udhëheq në rolin e ri si prindi vetëm. Bibla na siguron, Perëndia në banesën e tij të shenjtë është babai i jetimëve dhe mbrojtësi të vejave. Perëndia është me prindrit e divorcuar. Ai jep forcë, urtësi, durim dhe butësi, të gjitha ato gjëra që shpesh mungojnë në periudha të vështira. Prindi që i afrohet Perëndis e mbush shtëpinë me dritë, edhe kur struktura familjare ka ndryshuar. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program, si edhe programet e tjera Shpresë për ty, në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë mjaft të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.